Problemi i vonesave të bursave për studentët vazhdon të jetë shqetësues, duke prekur gjithnjë më shumë të rinj që mbështeten në këto pagesa për të përballuar jetesën dhe studimet e tyre. Një student e Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike në Universitetin e Elbasanit ka kontaktuar redaksin ton për të denoncuar vonesën e bursave të muajit shkurt dhe mars, të cilat ende nuk janë depozituar në llogaritë e studentëve. Përshëndetje. Keni hedhur postime për vonesën e bursave të studentëve dhe doja t'ju vija në dini se vazhdon një njëjti problem. Akoma mbetemi me syt nga aplikacioni për të parë nëse janë depozituar apo jo. Më parë depozitoheshin në fillim të muajit, ndërsa tani, shkurti dhe marsi, nuk janë paguar dhe duket sikur as nuk kanë ndërmend t'i japin. Vitin e kaluar, nuk kemi pasur probleme të tilla. Kalunin çdo muaj, jam studente e FSHMT në Elbasan. Ky nuk është rasti i parë që mbërri në redaksin ton për këtë problem. Vetëm disa ditë më parë, një tjetër studente nga Fakulteti i Mjekësisë Dentare ngriti një shqetësim të ngjashëm duke treguar se prej tetorit nuk ka marrë asnjë pagesë, ndonse të gjitha dokumentet e nevojshme janë dorëzuar në kohë. Studentët e prekur nga kjo situatë kërkojnë transparencë dhe zgjidhje të menjëhershme nga institucionet përkatëse, duke theksuar se këto bursa janë thelbësore për ta dhe vonesat e përsëritura po krijojnë vështirësi ekonomike.